ashtu ndodh jashtë territorit të Kosovës, se do të më normalizona. Nëse qisim paraspesh Kosovën edhe Gjermaninë ose Zvicrën ose diçka, unë jam kundra e kazinos, shumë e vërtet. Po pse atëherë duhet me konë legale në shtetet e jashtme dhe jo legale në Kosovë? Pse du të me bo në apel për me pas diçka të keqë në vendin tonë legale? Hajtë të rëgëm që mu. E pse shumica shqiptarëve për shumë që jetojnë jashtë? Qa ka lidhe që e kanë shtetet e Evropës, ose Amerika? Qa ka lidhe që shumica shqiptarëve që jetojnë jashtë dhe shkojnë lujnë kazinë, pëse nëse pas ata dhe vetë në vetë? Nuk janë byllë kazinët në Kosovë për atë idejen cilën ti po e mbruan, që a idej briljante, nuk janë byllë për atë në kojnë interesat biznesi. Jo çdo herë lunë në kazino njerëzit jo të mirë ose diçka ose njerëzit familjarë. Ki raste, për shembull, unë kam vetë një rast që jo në familje, në shoqëri që ka qenë super milioner, ai personi super familje me këtë gjonat, edhe është fut në kazino. Ai nuk ka ditë me kontrollu veten. Ka humb gjithë pasurinë që e ka pas, ka humb fëmijën, ka humb gruan. Po jo vetëm pak, jo më domosdoshmërisht gjithë secili, sikur ky i humb gjithë ato gjona. Dikush shkon lun match. Deshta me pyet Merlindën ku janë të ndalume përpos në Kosovë lojrat e fallë. Jo të për që ta sym ka të më thonë. Ma thuj një vend, thuj qenë qitë vend, për shambull, a di që ka jemi në aty bon, në munges të shtetit, prit të që mendimin, të kobre rëndësi, mungesa e shtetit, munges të shtetit, me i vu nën kontrol këto gjona, na qohemi edhe i mbyllim. Sot në përoborët e shkollave tona shqitet droga.